Në Pentar është mbajtur një meshë përkujtimore në nder të atë Nikola Kolej, meshtarit të njohur që ka shërbyer për vite të tëra në këtë zonë. Ceremonia u zhvillua 70 vite pas ndarjes së tij nga jeta, ndërsa eshtrat e tij janë gjetur fal një nisme të ndërmarrë nga famullitari i Dajçit Dom Drita Ndoci. Ka ardhur gjithçka natyrshëm për këtë ditë, që mas 70 vitesh me kënd pranishme këto eshtnat e Padre Nikollës. E ka povisha rrugës. Thosha sa herë, Padre Nikola do t'jenë sjellë për Pentar të shku me voju njerëzit, me beku, me pavarrime. Provania e Zotit deshti që mas 70 vite të vinë edhe një herë. Në këtë vend, huaj është përkushtuar mishe me shpirte që e bani të famshëm Pentarin, besoj si kur ma parë me shërbesin e tij baritore vërtet prekse. Kur eshtja më shtyni me mlall disa informacione, e nër këto informacione rreth 40 vjet deri tash, por janë edhe një 10 në listë për të pyet paktën, u flitte se ekziston mundësia që të jenë 3 eshtnat, e doli e pavërtet, sepse gjet me eshtnat aty, e një trupore çnano që Padre e pasamaj gjithmonë thonë dëshmitar gjatë lutjeve me shumë devocion, edhe unazat ku varte rozaren e tij si frat. Më kujton jetën e shtanaut që bante shumë mrekullina, sidomos në vitet e fundit jetësi kishte që mund smundjen trup vet. Shnosht e tjerë të shnosht e vetin. Dhe Zoti ta lënë edhe kryqin, që me të përvujtnu, me të bëmë me kuptu sa kushton shërbimi që na ka fitu Krishti. Besimtarët e zonës zvlerësuan kontributin e atë Nikol Kolej, i cili gjatë jetës së tij në Pentar ka lënë gjurmë të thella. Ka bëmë mrekullina shumë, ka shnosht një prej belit, një mishepan prej belit. A i ka kënë, dhe më thonë, i të lidhun hekra ka kanë tonë këto. Edhe kanë thonë, Padre, ka thonë, këna shtu, pa në mënët, ka thonë, nësë s'muna mjesë zgjidhe, ka thonë, se s'u nuk o thët gjanë. Mo në mënët, ka thonë, jo, mo për zgjidhe, se s'u thët gjanë. Si për thonin, e kanë zgjidhe, i ka kënu Padre, i ka kënu, ka shumë, dhe më thonë, a lutë për te, si i kanë shku djerë si të rëkaje. Faleminderit Zotit për këtë ditë, si na erdhe për më hap këtë gëzim, për me njoft këtë shenjë të madh, si baba jem e ka pa vetë mrekullinë me sytë e vet, si kanë ndek 5 fëmijë rresht. Edhe ka ardhur te frati një tolle, ka kena një moment hirit edhe gëzimit me na falat një vëlla qirit që kena, sot jena edhe 2 motra. Kena i familje të madhe, Nipa, Mesa, Sternipa, Stermesa, falë Zotit. E ti Padre Nikol si a lut, e ka bën gjithçka për familjen tonë. Besimtarët kujtuan me respekt veprën dhe misionin e tij, duke theksuar se kujtimi i atë Nikol Kolej mbetet ende i gjallë në komunitet edhe dekada pas vdekjes së tij.